Zonja dhe zotrinj, rikthehemi transmetimit të drejtë për drejtë të trialogut dhe siç u zotuam, rikthehemi në aktualitetin e vendit që në fakt del jashtë kufive të vendit. Është kryeministri ynë Edi Rama, i cili është nisur drejt Washingtonit për të marrë pjesë nesër në atë që konsiderohet nisje apo ngjizje e iniciativës së presidentit amerikan Donald Trump, i cili do të jetë edhe zotruesi e monitoruesi kryesor i bordit të paqes. Shumë e diskutuar tashmë edhe me debate dhe polemika e konfronte publike që vijnë nga Brukseli zyrtar dhe eurodeputetët, ka pasur edhe replika publike me përfaqësues qeverisë shqiptare si zoti Balla për pjesëmarrjen dhe për aprovimin e menjëhershëm të cilat kësaj radhe vijnë nga Gjermania dhe shtete të tjera të rëndësishme si Franca, të cilat duket se kanë mbetur përballë nismës dhe janë ende në kontest, ndërkohë që Italia, e cila ka pasur rolin dhe pranimin e saj të diskutueshëm, do të jetë vetëm në një rol prej monitoruesi dhe vëzhguesi për bordin e paqes. Deri ku do të shkojë Europa me këtë nismë dhe cili është atashimi i Shqipërisë, do të ketë vlera apo avantazhe, ndjekim një material dhe rikthehemi për ta diskutuar bashkë në studio. Kryeministri Edi Rama është nisur drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës një ditë para mbledhjes së bordit të paqes, që do të zhvillohet në Washington me ftesë të presidentit Donald Trump. Një muaj më parë, Rama ka bërë të ditur se kishte marrë ftesën për të bërë pjesë e këtij organizmi të ri ndërkombëtar, i cili synon administrimin e Gazës dhe të nxjisë paqen në rajon. Ai e cilësoi përfshirjen si një moment krenarie për Shqipërinë, duke theksuar se vendi ynë është ndër shtetet themeluese të bordit të paqes dhe se nuk do të kontribuojë financiarisht për antarësim apo për statusin e përhershëm. Nga ana tjetër, Donald Trump ka njoftuar se të njëjtën me 19 shkurt do të zhvillohet në shtëpinë e bardhë takimi i parë zyrtar i bordit të paqes, që nga themelimi i tij në janar. Ai bëri të ditur se shtetet anëtare kanë premtuar mbi $5 milion si ndihma humanitare për rindërtimin e Gazës së shkatruar nga lufta. Ndryshe nga gatishmëria që Shqipëria ka për të bërë pjesë e këtij bordi, organizmat e Bashkimit Evropian duken më skeptike. Ditën e sotme, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla ka debatuar me eurodeputetin gjerman Galler gjatë vizitës së një delegacioni të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian në vendin tonë. Mësohet se eurodeputeti gjerman ka kërkuar shpjegime se pse Shqipëria pranoi menjëherë të marrë pjesë në bordin e paqes, një iniciativë e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Në përgjigjen e tij, Taulan Balla i kujtoi se Shqipëria ka një marrëdhënie të veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i kërkoi që të pyes Këshillin e Evropës se pse vendet e Unionit nuk kanë një pozicion të përbashkët për këtë çështje, ku disa vende kanë konfirmuar pjesëmarrjen e disa të tjera jo. Nga ana tjetër, kreu i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian McAllister u pyet nga gazetarët për vendimin e Shqipërisë për të marrë pjesë në bordin e paqes. Ai tha se nuk mund të flasë në emër të 27 vendeve të Unionit, por shtoi se vendimi i Shqipërisë për të marrë pjesë u mbështet nga opozita dhe mazhoranca. Që Shqipëria nuk ishte e dyzuar dhe ishte nga të parat vende që dha përgjigje dhe konfirmimin publik për bordin e paqes, pjesëmarrjen dhe participimin në këtë. Kjo është publike dhe ka qenë edhe pjesë e diskutimeve tona në këtë tryezë. Po, zoti Male, unë po e nis me ju dhe kam me befasinë dhe këtë që ishte një replik publike që vjen nga eurodeputeti gjerman për atë që ne po e quajmë konfirmimin menjëhershëm nga pala shqiptare. A ju duket e diskutueshme që Gjermania po e bën diskutim? Jo, nuk do të ashtroja në këtë formë. Para duhet thënë që debatet tilla janë të natyrshme, sidomos kur flasim në një periudhë apo në një demokraci funksionale ku absolutisht edhe në Europë e dim shumë mirë që pluralizmi i qëndrimeve është realitet dhe në këtë rast zotëria në fjalë kërkoi nga ne një informacion që absolutisht është në drejtën e tij ta kërkoj. Ajo që duhet ritheksuar është që zotëria pikërisht është gjerman dhe jo shqiptar me kuptimin e mirë të fjalës që të arrijë të kuptojë marrëdhënien e veçantë që ne kemi me Shtetet e Bashkuara. Dhe nuk e vë askush në Shqipëri në diskutim sepse ne nxituam dhe sepse ne një zëri pra të gjitha partitë politike miratuam menjëherë pjesëmarrjen e Shqipërisë në këtë bord të krijuar dhe themeluar nga presidenti i Shtetit Bashkuara Donald Trump. Roli i Shqipërisë në çdo iniciativë që kanë ndërmarrë Shtetet e Bashkuara ka qenë gjithnjë sado i vogël i rëndësishëm. Jemi përpjekur në çdo mision paqeje ku Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja ka qenë që ne të luajmë rolin ton. Jemi përpjekur të bëjmë të njëjtën gjë edhe në momente të tjera kur është kërkuar nga Shtetet e Bashkuara një ndihmë apo një suport sado minimal nga Shqipëria. Në këtë rast, presidenti Trump ka krijuar një bord i cili do të shërbejë për të stabilizuar situatën në Gaza dhe është nder dhe krenari që ne do të jemi pjesë apo njëkohësisht edhe antar themelues të këtij bordi.
Prandaj dhe kryeministri i vendit ka shkuar Zoti Male, ju keni të drejtë deri këtu në logjikën e një marrëdhënie të veçantë, siç e proklamoi edhe zoti Balla në përgjigjen e tij publike. Po unë po ju pyes duke u nisur nga fakti që Gjermania dhe Franca janë shtetet më me peshë të Unionit të Vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat fjalën, interesimin dhe informacionin e kanë të padiskutueshme konform cili do vend qoftë kjo edhe Shqipëria. Besoni që kanë raportin më pak special dhe pse nuk që kanë në raporte kaq të mira, dashamirëse, solidare dhe speciale vendet të tjera të Bashkimit Evropian? Ju besoj jeni mirë informuar që nga Bashkimi Evropian deri sot me Bordin e Paqes janë atachuar vetëm 2 vende, Hungaria dhe Bullgaria. Ndërkohë që Italia, e cila që e ka kontestuar në moment parë, ka marrë vetëm rol vëzhgimi dhe monitorimi. Pse vendet e tjera u mungoka ky raporti special që Shqipëria e gëzoka sot me SBA-n, Donald Trump dhe Bordin e Paqes? Për shkak të historisë edhe më të freskët, edhe asaj të Kosovës, po jo vetëm, për shkak edhe të faktit që në këtë mes nuk duhet të parë si një distancim apo një ndryshim i madh. Në fund të ditës Shqipëria nuk po bën asgjë më tepër përveç se po qëndron krah aleatëve të saj. Dhe aleatët e Shqipërisë janë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe kjo është e padiskutueshme. Dhe përveç kësaj nuk duhet ta shohim këtë në një këndvështrim ku Shqipëria është në një dyzim se krahun e kujt mbaj, Shqipëria mban krahun e të dy këtyre aleatëve, do ta mbajnë çdo nisëm që kanë këto aleat, dhe njëkohësisht dihet botërisht tashmë që rruga dhe synimi ynë i vetëm është antarësimi në Bashkimin Evropian. Kjo mund të jetë qasë e ekzekutivit, megjithatë, a besoni që këtë lloj kërcënimi dhe këtë dilemë mund ta investojë Bashkimi Evropian vetë, i cili sot po shtron pyetje të kësaj natyre? Nuk është kërcënim, nuk e shohim as pak si kërcënim, përkundrazi unë besoj e thash që në fillim që është pjesë e çdo ky lloj debati natyrshëm, është pjesë e çdo demokracie funksionale dhe është në drejtën e gjithë kujt që ta ngrë si çështje. Por e ritheksoj që jo vetëm që ishte një vendim i rëndësishëm, por një vendim unanim i të gjitha forcave politike në Shqipëri, që ne të marrim pjesë si antar themelues në Bordin e Paqes. Këtu duket se është një nga episodet e vetme që ju po krenoheni me sinkronizimin dhe harmonizimin që keni nga opozita. Tregon që jemi të gjithë dakord për rëndësinë që ka kjo dhe për të qenit krah Shtetet Bashkuara, ndërkohë që presidenti i tyre ka ndërmarrë një nisëm të rëndësisë botërore në këtë moment. Është krenaria, apo nëse do të mund ta konsideroni si bashkëndarje të përgjegjësisë për këtë marrje përgjegjësie për Bordin e Paqes me opozitën e vendit? Po unë e thash që në fillim, sado pak rol të ketë Shqipëria në ato iniciativa ku është krah Shtetet Bashkuara apo partneri tjetër Bashkimit Evropian, gjithnjë është për të vlerësuar që ajo çfarë kërkohet nga ne është realizuar dhe kjo pak rëndësi ka se cila qeveri e ka drejtuar vendin në një periudhë caktuar. Ne kemi treguar që gjatë këtyre viteve kemi qenë koherent në të qenit krah Shteteve të Bashkuara, atë kemi bërë dhe në këtë Bordin e Paqes që tashmë është një iniciativë e vetë presidentit Trump dhe që i ka dhënë një rëndësi të veçantë. Do të rikthehemi më në detaj diskutimit, por të dëgjoj dhe përshtypjet e panelistëve. Zoti Zogaj, është për të relativizuar krejtësisht, unë po e konsideroj kërkesë llogarie që vjen fillimisht nga Gjermania në adresë të Shqipërisë për pjesëmarrjen e menjëhershme dhe pa rezerva në Bordin e Paqes. Për të relativizuar nuk është, por nuk më duket akoma në një qëndrim kaq me i prerë. Kryetari i Komisionit të Jashtëm në Parlamentin Evropian e shmangu edhe si pyetje dhe si çështje. Ai ishte një deputet që ka shprehur rezerva ose ka kërkuar informacion. Natyrisht që kërkimi i informacionit është dhe qëndrim, se çfarë informacioni do kërkosh. Pra Gjermania, si vend që pak a shumë shërben akoma si lokomotiva e Bashkimit Evropian, ka dashur që gjithë vendet marrin një njëjtin qëndrim. Kjo është e qartë. Por Shqipëria nuk ka luksin që të mbajë qëndrimin që mban Gjermania as Franca, që janë edhe vende themeluese të BE-s, janë edhe vende të mëdha, janë aktorë të rëndësishëm politikën e jashtme. Shqipëria është një vend kandidat. Bashkimi Evropian nuk është as antar e Bashkimit Evropian që të konformohet kështu për sa herë për çdo gjë që vjen nga Brukseli. Po ju keni të drejtë, po ka dhe vende të tjera të cilat janë kandidate, janë prespirante për rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian që nuk janë atachuar me këtë nismë të Bordit të Paqes për motivet e tyre shtetërore, pavarësisht se aspirojnë të antarësohen. Janë vende slave, kryesisht vende aspirante që thoni ju. Shqipëria, siç e tha, jo vetëm s'ka luksin, po s'duhet ta diskutoj kur një ftesë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila në tërësinë e vet është një ftesë
në funksion të paqes. Edhe nëse cënon linjën e sinkronizuar Bashkimit Evropian, dërëse janë vetëm 3 shtete po i quaj pjesë e familjes europiane që marrin pjesë? Nuk jemi akoma, në këtë fazë, Nuk jemi, por nuk e përjashtojmë, dërëse ka njësur kërkesë llogarisë. Nuk jemi akoma në këtë fazë, sepse e para, nuk ka një qëndrim të unifikuar Bashkimit Evropian që u dërgohet për ekzekutima, apo për mendima, për sugjerima, vendeve kandidate. Pra vetë BE-ja nuk ka një vendim që Parlamenti Evropian apo Këshilli Evropian merr një vendim që ne si entitet shtetësh, do të thënë, demokratike të familjes europiane, mendojmë se duhet presim. Nuk ka një vendim. Në fakt, deri sot vendimarrja ka qenë e mëvetësishme. Sepse ka një gjë që shumë nga shtetet, për shembull, kanë referuar kushtetutat e tyre, nuk është se e kanë refuzuar kështu a priori, sepse vjen nga Amerika dhe tani ti themi jo. Edhe Italia, e cila është një vend më afër administratës Trump se sa Gjermania dhe Franca sot, dhe vendet e tjera, ka gjetë pengesë në kushtetutën e vetë, sepse këta vende kanë... Mirë, po këto janë alibit formale që përdorën shtetet që deshën të refuzonin. Kanë analizuar se vetë nisma e Trumpit, në bazë të paperit që e shoqëronte, kishte dalë përtej rrezës së angazhimeve të shprehura në rezolutën e organizatëve së Kombeve të Bashkuara që vetë SBA e propozuan. Ata propozuan një rezolut për paqen në lindjen e mesme, paqen midis Izraelit dhe Palestinës dhe për rindërtimin e Gazës, dhe paperi, dokumenti që shoqëroi këtë rezolut të OKB-s nga administrata Trump dhe nga vetë Trumpi, sigurisht që shkonte përtej angazhimeve të rezolutës. Bile, paradoksalisht, në atë dokument nuk përmendej fare as Gaza. Dhe kjo ka krijuar pikpyetje legjitime. Kjo ka qenë një prej kontesteve kryesore të shteteve kur mbërriti paperi dhe dokumentacioni nga SBA. Ka krijuar atë, si thuash, dyshime legjitime se Trump po e personalizon një nisëm për të tentuar krijimin e një organizate tjetër ndërkombëtare e cila të mbi vendosët ose të zëvendësoj Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Popujt nuk janë përgatitur ende për këtë, sepse duhet ndryshojnë gjithë legjislacionin për të njohur një tjetër organizatë ndërkombëtare të paqes në vend të OKB-s. Natyrisht që edhe jo narrativa, PR-i që ka bërë më vonë administrata Trump ka tentuar që ta rilidh nismën për bordin e paqes me OKB-n, duke thënë që do jap llogari në OKB. Megjithatë, këto dyshimi janë ngritur dhe vendet e Evropës, për mendimin tim, kanë pas të drejtë. Po e them tani si një njeri që merret me politikë dhe me politikë të jashtme. Por Shqipëria nuk ka luksin ta bëjë këtë. Pse? Se Shqipëria nuk përcakton. Nëse bordi dështon, Shqipëria s'ka asnjë përgjegjësi. Nëse bordi do jetë i suksesshëm dhe futet në hullin atëherë kontributi i Shqipërisë do të konsiderohet meritor. E rezolutës së OKB-s, nëse futet në hullin e rezolutës së miratuar nga OKB-ja për paqen në lindjen e mesme dhe për rindërtimin e Gazës, pra kthehet nga paperi, futet në hulli, atëherë ne do shikojmë se dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian do t'i bashkohen. Atëherë në këtë, që me thënë, perspektivë, që mbetet akoma një perspektivë, do jetë vendet e BE-s që të hyjnë në bord, dhe Shqipëria, që thush, do jetë vendi që është bërë antare themeluese dhe hyjnë pa kosto. A priori, që në hapat e parë. Nëse dështon, Shqipëria e thotë Amerikës, unë timen e bëra, askush s'ka drejt i kërkoj llogari, sepse Shqipëria pra në të dyja skenaret nuk mban përgjegjësi. Shteteve të Bashkuara të Amerikës shtet formimin e vet që nga lindja e shtetit shqiptar e deri tek pavarësia e Kosovës, dhe nuk mund të hyjë Shqipëria të diskutojnë hollësira të tilla siç po diskutojnë më të drejtë vendet e Bashkimit. Një pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian. Unë them që Trumpi do modifikoj qëndrimin dhe pastaj edhe vendet e BE-s. Mos harrojmë dhe një gjë që
kjo marrëdhënie e vendeve të BE-s me Washingtonin për bordin e paqes, më thënë, reflekton edhe një kontekst tjetër që ka të bëjë me disa kontradikta që kanë lindur dhe janë duke se janë pjesë të trashëgimisë jo vetëm për bordin e paqes. Nuk është një çështje e izoluar. Çështja e Groenlandës, çështja e tarifave, pra ka një ftohje, mund të themi, për fatkeqësisht midis vendeve të BE-s ka një përpjekje të BE-s për të krijuar një kohezion edhe për mbrojtjen. Pra jemi në një zhvillim epokal në historinë e botës, që është diktuar nga zhvillimet edhe në shtëpinë e bardhë, por do shohim, unë mendoj që në një të ardhme do ketë prapë, si thuash, shkrirje dhe ribashkim. Shkrirje dhe aleancë të fortë, më të forta midis gjithë vendeve të Euroatlantikut. Le ta shohim kush do të jetë opsion, ecja bashkë apo shkëputja. Zoti Sulo, si do të ma dekodonit në kushtet ku jemi aktualisht, pa parë në perspektivë se çfarë mund të ndodhë me atashimin e mundshëm, trekëndëshin aktual të marrëdhënieve, Shqipëri, SBA, Bashkimi Evropian. Nuk është kaq i rozë sa e shikojnë kolegët në kuptimin që sepse Bashkimi Evropian është dera ku ne po trokasim, është vendi ku ne duhet të shkojmë, është gjeografikisht afër, Amerika është larg, ka qenë gjithmonë larg për fat keq në 50 vitet e komunizmit. Bashkimi Evropian ka kushte, ka kritere, dhe sot McAllister ka dhënë një konferencë për shtyp, megjithëse me nxitim që më kujtoi konferencat para 2015-s të zyrtarëve që vinin në Tiranë, sepse këto 10 vjetë, 9 vjetët që e fundit, sikur nuk kanë kërkuar asgjë, si duket statura e McAllister apo stadi ku ka shkuar Shqipëria, e bënte konferencën të tillë, i bënte pikat e prekura nga jo shumë të rëndësishme dhe është kthyer kërkesa e llogarisë. Dhe një nga pikat që McAllister mesazhet për mendimin tim që dha, ishin politikat e sigurisë të përbashkëta. Që do thotë sinkronizimi dhe familiarizimi me Bashkimin Evropian. Në reformën në drejtësi, çështja që është një diskutim më vete dhe meriton më shumë minuta. Ai u pyet për siç e tha dhe inserti juaj që nuk kishte koment sepse çështja e Këshillit është i ndarë dhe Balla ka të drejtë kur i replikon me ironi eurodeputeti gjerman, por McAllister tha politikat e Bashkimit Evropian në çështjet e sigurisë e Shqipërisë duhet jenë përbashkëta me ato të BE-s. Dhe nuk është vetëm kjo çështje në fakt, po kjo hyn te siguria. Zoti Sulo, ju po përmendim McAllister, ku një për qëllim pyeta dhe zotin Male dhe zotin Zogaj për atë që ishte qëndrimi e eurodeputetit gjerman. Pra, në çfarë faze nëse jo në kërkesë llogarie jemi me BE-n? Shiko, kjo ndoshta nuk është çështja e parë në radhë që na kushtëzon marrëdhënien me Bashkimin Evropian, po është një nga, sepse shtetet europiane kanë qenë shumë të qarta, Macron ka qenë shumë i qartë. Kjo që thotë zoti Zoga është në Itali si debat sepse afërsia e Macronit, kurse Franca, Gjermania kanë qenë shumë të qarta. Fjalimi Mercit. Po, afërsia e Melonit, po më fal. Merz ka qenë shumë i qartë në konferencën e Munich. Për këtë edhe për botën ku jetojmë. Domethënë, ta thot kancelari Merz, dhe në gjermanët janë aq të rezervuar sa historia ju ka dhënë të drejtë në kuptimin e kanë të vërtetuar. Dhe tha jetojmë në një botë të re. Boshti dhe aliancat euroatlantike nuk janë më. Që duket se fliste për fluiditetin e raporteve në Vilnius. Këtu është çështja që ne jemi të kushtëzuar nga BE-ja. Nuk është se jemi tani dhe se të gjithë duan të luajnë me dy porta. Se është e vërtet kjo që thot zoti Zogaj dhe që tha zoti Malaj, po pra kjo kërkesa informacionit që kërkohet nga Gjermania nuk është kaq soft edhe butë. Patjetër, për mua jo. Shikoj, ishte kërkesë sot kishte kushte, po përsërisën kushtet e Gjermanisë të famshme të 2019. 15 kushtet e Bundestagut gjerman për Shqipërinë. Korrupsionin e keni, po se keni të mjaftueshëm dhe gjëra. Tingëllonte si riciklim. Po e marr si shembull që edhe siguria që ai përmendi hyn atje, nuk diskutohet. Ne kemi e dim atë kapitujt si janë dhe çfarë do ndodh. Por ajo që desha të thosha se Trump e ka ngritur jashtëzakonisht stekën në kuptimin, nuk është vetëm BE-ja që na kushtëzon. Se mirë domethënë në një konjunkturë BE SBA kalon Shqipëria aty se dihet si luan edhe për shkak të historisë. Çështja është që steka e Trump është ngritur jashtëzakonisht,
bordi ka veto, ka Trumpin, është i personalizuar komplet. Komiteti ekzekutiv... Po, a është kështu? Po, komiteti ekzekutivi bordit është Jared Kushner, është Rubio, janë të gjithë varësit e Trump. E kupton? Trump mund të thot bëhet kështu, bëhet ashtu. Dhe shtetet që janë aty... Veto e pa diskutueshme, nuk është lënë as vakancë për ta interpretuar. Po pra, shtetet që janë aty, janë shumica, janë shtete me probleme demokratike. Kanë probleme të theksuara demokratike. Po e mund dështojë. Tjetër gjë, dakord kjo, pra, ne në fundore jam dakord me zotin Zoga e me zotin Male, që nuk e kemi këtë luks, ishte një vendim që, por, ama, gjërat duen thënë, këtu është problem në Shqipëri, se gjërat nuk thënë, këtu bashkohet dhe opozita aty edhe shanë, në me thënë, kalon në pozita absurdi, në me thënë që është vëndi Shqipëris, nuk është vëndi Ramës, Rama do aj dru atje, po ndërko voton për Për të shkuar. Prandaj mazhoranca sot kërenohet me votën pro të opozitës së drejtit. Opozita duhet dilet thoshte jo, për shembull. Nuk është në shërbim të vendit ky moment. Pra për të bërë oponencën. Por nga konjunktura sepse është e tillë, jo se me Amerikën, jo se kemi problem me Amerikën, por nisme e Trumpit, nisme atë që tha zona, kalon në unilateralizëm të madh shumë. Dimë çfarë do bëjë në Gaza me ato. Ai tani thot 1.5 miliard kushtet e do. Katari do japi 1.5. 1.25 është zotuar. Vetë Trumpi thot Amerika do japi 1.5 të mbledh 1.5. Pra jemi në fazën e vullnetarizmit këtu. Llogarit nuk dalin se duhen 50. Faze parë vetëm e Gazës do 50. Po participimi formal i detyruar do të nisi pas 3 vitesh, ku duhet participojë dhe Shqipëria. 50 3 shtete kanë thënë nga 1.5 a 1.25 miliard dollar. Si u bëgan 50 miliard? Praktikisht matematika e Trump nuk del. Pra, është në ajër, pra, kjo është në ajër, kjo bord paqe, është shumë në ajër. Zoti Malaj, me gjithë rezervat që kemi, ne po konsiderojmë që Shqipëria nuk e pas ka këtë luks dhe ka këtë raportin special misor, ju e thatë edhe elementin e freskis, pra rrethanorit kohë dhe ndoshta këtu keni të drejtë, por hir dhe të Kosovës. Megjithatë, duke pasur këtë sjelljen paternaliste të cilën Trump as nuk e rezervon dhe as nuk e fsheh. Edhe çështjen e vetos që është e padiskutueshme, edhe çështjen e komitetit ekzekutiv që gjithsesi është publike dhe i hapur. Atëherë, a dini të më thoni çfarë mund të përfitojë Shqipëria dhe kush mund të jenë avantazhet derisa vendos të marrë pjesë, riskon Bashkimin Evropian që duket një pjesë integrale e diskutimit, por do duhet participojë dhe financiarisht. Atëherë, po e nis nga kjo e fundit ose më saktë para fundit, nuk riskon asgjë me Bashkimin Evropian. Duke një bindur në këtë drejtim, po Bashkimi Evropian nuk duket kaq i bindur. Dhe mund t'ju them se jemi kaq të bindur, sepse e para njërë Bashkimi Evropian e ka shumë të qartë që shtetet antarët saj ndërkohë ndjekin kalibrime kombëtare. Dhe të njëjtën gjë bëjnë dhe shtetet si Shqipëria, të cilët aspirojnë që nesër të jenë antarë me drejtat plota të familjes madhe europiane. Bëjnë një kalibrim të asaj marrëdhënie që ne gjykojmë se në rajone kemi unike me Shtetet e Bashkuara, dhe e kemi unike. Prandaj nuk ka asnjë dyshim sepse ne nxituam dhe bëm gjën më të mirë që nxituam të pranojmë një ftesë nga presidenti i Shtetit të Bashkuara. E dyta, për sa i përket asaj që ju përmendët sjelljes paternale të Donald Trump për udhëheqjen atërore të bordit të paqes. Nuk na shqetëson për faktin e vetëm sepse Shtetet e Bashkuara gjithmonë kanë ditur që të bëjnë veprimet e duhura dhe të marrin vendimet e rëndësishme për rendin global. Sigurisht që duke qenë partnerët tanë kryesor, Euroatlantik, ato dinë se çfarë kërkojnë nga Shqipëria. Jo në kontekstin e një shqetësimi, po ju pyes në radhën e avantazheve që mund të përfitojë Shqipëria. Avantazhet i përmendën dhe kolegët tu në studio absolutisht ishin shumë të qartë. Shqipëria në fakt kolegët thanë që nuk do të mbajë përgjegjësi nëse nisma do të dështojë, e njësoj edhe nëse do të ketë sukses, do të quhet dhe suksesi. Shqipëria, ashtu si gjithë vendet e tjera aty, nuk besoj se të tjerë do të mbajnë ndonjë përgjegjësi. Por Shtetet e Bashkuara, që janë nismëtar, presidenti vet Donald Trump, sigurisht është ai që mban përgjegjësi dhe është ai që nuk luan me përgjegjësinë kollaj. Dhe për këtë jemi shumë të qartë që ata përfaqësojnë vlerat larta dhe kanë treguar qoftë edhe me rastin fjalë me Gazën se çfarë synimi kanë dhe të qenit pjesë e kësaj nisme për ne është e rëndësishme. Jo, vlerat e tyre zoti Male janë të padiskutueshme. Unë po pyes për përfitimet tona, ndërkohë që kemi dhe kosto dhe janë të dukshme. Në arenën ndërkombëtare janë të dukshme. Kosto aktualisht kemi zero. Pra në këtë moment që ne flasim, jo vetëm që ne aktualisht nuk kemi një kosto financiare, por çdo kosto tjetër financiare nëse do të ketë në të ardhmen duhet dakordsuar dhe do të shihet pikërisht
në këtë bord nga përfaqësuesit e bordit. Por në këtë moment që ne flasim, Shqipëria shkon, do të jetë një nga anëtarët themeluese dhe nuk ka një kosto financiar. Jo, aktualisht që flasim është parashikuar pas 3 vitesh, kur ne praktikisht kemi pranuar antarësinë sot që flasim. Jo, nuk ka të parashikuar asgjë aty, hyn dhe largohesh në çdo moment, ose ka dhe opsionin ku themeluesi i bordit, më saktë presidenti Donald Trump, ka autoritetin që të ftoj ose të largoj një vend antar në këtë bord. Po, por parashikimi i kontributit financiar qëndron në letrën e ftesës së Shteteve të Bashkuara. Kjo gjë nuk duhet të jetë shqetësuese, sepse në këtë moment që flasim, pozicioni ynë ka qenë shumë i qartë. Në këtë moment ne nuk kemi asnjë kosto, do të shkojmë ashtu siç ka bërë kryeministri i vendit për të qenë pjesë e themelimit të këtij bordit paqes dhe pastaj të gjitha gjërat do të vinë vijim. Ju siguroj që gjithë vendimet që kryeministri do marrë në emër të Shqipërisë në këtë bord do të jenë në interes të vendit. Ne do të shkëputemi për pak sekonda publicitet dhe do të kthehemi sërish në studio për qëndruar në temat nga aktualiteti. Ju vazhdoni qëndroni me ne, rikthehemi vetëm pas pak drejt për drejt sërish me aktualitetin politik në vend. Të nderuar shikues, rikthehemi drejt për drejt në trialog, por rikthej komunikimin edhe një herë të Zoti Male për të mbyllur përson të kapitullit diskutimit Rama, SBA dhe Bordi i Paqes. Është diskutuar dhe komentuar para se kryeministri i vendit të nisë drejt Washingtonit mundësia e një takimi tet-a-tet mes kryeministrit dhe presidentit amerikan Donald Trump. A ka informacione ose indikacione në qoftë se kjo do të ndodhë gjatë Bordit të Paqes? Unë nuk e kam agendën e asaj çfarë do ndodhë në Bordin e Paqes, prandaj nuk di të them. Kjo do të ishte sigurisht jashtë agjendës së Bordit të Paqes, një takim i përveçëm i kryeministrit me Donald Trump. Nuk di të them për këtë gjë, patjetër nuk ka asnjë çuditë asnjë habi që dy kryetarët e shteteve, siç janë Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria, që janë partnerë dhe aleat historikisht, të takohen dhe nuk shoh çudi në këtë mes, përkundrazi është vlerësim për ne. Zoti Sullo, ka një listë motivesh sepse është aluduar që mund të ketë një takim me presidentin amerikan, duke nisur nga situata delikate me drejtsinë, po edhe reagimet që vijnë sa ndemi në raport me SPAC dhe GKK-n. A mund të jetë ky një shans nga i cili mund të përfitojë kryeministri i vendit? Patjetër. Rama mezi ka pritur, ka dhe fat geopolitik, desha të thosha, që lidhet me koincidencën e tij si kryeministër. Mezi ka pritur sepse kontaktet e tij prej nëndorit të kaluar janarit me futjen zyrë të Trump kanë qenë pothuajse zero, jo vetëm me kabinetin e ngushtë, po edhe me të dërguarit e tij në Tiranë. Ka ardhur ndihmës vend sekretari që vjen gjithmonë për Shqipërinë, në kuptimin e që është i dërguari i përhershëm, ka takuar deputet, ka takuar të dy krave, ka takuar drejtues të SPAC-ut dhe nuk ka takuar zotin Rama. Ka takuar ministrin e Brendshëm, ministrin e Drejtësisë. Dy mesazhet e zgjedhjeve 11 majit, komplet ndryshme nga vendet e tjera, nuk kanë përmendur kryeministrin, nuk kanë përmendur fitoren, ka përmendur vetëm popullin shqiptar. Mesazhet e nëndorit pastaj ishin shumë të forta, që flisin për bashkëpunim. Edhe urimi polemik i festës së 28 nëntor. Po, mesazhet urimet për festat kombëtare kanë qenë shumë të forta në drejtim të vënies theksit tyre dhe shmangjes së qeverisë. Dhe përpjekja e Ramës ka qenë e hedhshme. Informacionet kanë qenë se ai ka bërë një lobim shumë të fuqishëm për të siguruar një vizitë. Ai shumë sa që flitet që nuk është kjo hera që do shkoj, po do shkoj në një takim tjetër në administranë në Shtëpinë e Bardhë. Por nuk dihet se cila do të jetë, në qoftë se do të ketë një takim, në qoftë se nuk ka takim, në qoftë se nuk ka, atëre mos takimi flet. Do me thënë do i lexuar shumë fakti që mungon një takim tet-a-tet? Mos takimi flet, do me thënë. Megjithëse formati është i tillë që edhe mund të evitohet takimi. Edhe që mund mos ketë kohë dhe s'ka kohë, do me thënë sigurisht se flasim për presidentin e Shtëpisë Bardhë, 26 vende. Qofse do kishte takim dhe do kishte pika të përbashkëta, do kishim njoftim nga Shtëpia e Bardhë, atëherë është sukses. Zogaj, a mund të jetë i aftë të vjeli një avantazh kryeministri edhe një moment jo fort komod për të dhe ekzekutivin e tij? Varet se si do shkoj vizita, që do ketë një takim, do ketë, sepse është një takim i Bordit të Paqes që drejtohet nga Trump. Do ketë një foto... Rast po flasim për takim dy palësh, 8-8 Rama Donald Trump. Po edhe në margjinat e takimit aty mund të ketë
edhe 8-8 ullur pak ose në kam, edhe unë nuk kam informacion, po një takim i planifikuar natyrisht që do njoftoj. Nuk besoj se administrata e presidentit Trump është kaq spontane sa Jo, dhe nuk po flasim për një takim të planifikuar. Unë e quajta me rrith, po mund t'jetë dhe çështje lobimi. Nuk do shojmë, do shikojmë. Do shikojmë deri në ç'pikë, domethënë është lobimi i lobistëve programës, që janë kryesisht dhe Andri dhe Ebia, se ata janë dy lobistët më aktiv në këtë rast. Ebia edhe për shkak të marrëveshjes për... Pra trekontshit edhe të biznesit, po e quajmë që tashmë ka përfshirë dhe palët ndërshtetërore. Ata dhe njerëz rreth tyre janë lobimi. Do shikojmë se gjatë do ndodhi, do komentojmë. Nuk mund të themi gjë, sepse mund të ketë të papritura, por për te të papriturave të imagjinuara, të imagjinueshme, mund të ketë takim brenda në gjatë takim 2 minuta në kam, foto, mund të ketë. Të shojmë, në kontekstin e bordit paqes do të ishte një diskutim tjetër, por mbetet shojmë ditën e nesërme. Por, për te kësaj, ajo që mund të themi me siguri, është se kryeministri i Shqipërisë do ishte në iluzion në qoftë se do mendonte se do nxjerrë në përfitim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të konfrontuar me drejtësinë. Do ishte vetë vrasje për të. Nuk e dia e ka këtë iluzion apo jo. Se shoh që spin doktorët e tij shumë e shtyn, domethënë që t'i bjerë me kokë drejtësisë, meqenëse se Amerika nuk kalshu nuk shon as 1 milimetër për drejtësinë. E në fakt kur ju e keni nuhatur këtë, keni paralajmëruar kosto për kryeministrin dhe për vend. Edhe po tulet me Trumpin në ngjyrën ovale, nuk ndryshon as 1 milimetër qëndrimi i Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mbështetje të drejtësisë shqiptare. Domethënë, le të shohim një provë mund të jetë në orët e ardhshme. Po e takoj Trumpi është mirë për gjëra të tjera që kanë të bëjnë me marrëdhënie dypalçe. Po nëse dikush ka iluzionin e përfitimin nga marrëdhënia ndërpersonale, përfitimi tani që ti nxjerr këto hujet e brendshme, tu pastaj do të thënë ne themi presh, po e takoj Rama Trumpi, po si tani këto s'do të bërë se janë filxhan, nuk do ketë asnjë gjë dhe Trump për shembull do ta lër spakun të rjedh drejt Ramës, pra me atë që u takua, atë do ta bëj. Nuk mendoj. Zoti thotë nuk lëviz as 1 milimetër spaku dhe Amerika. Kaq poshtë muhabetin që nuk është që Trumpi takoi Ramën, do i thotë tani. Jo, s'thash këtë unë. A thesi unë? Jo, nuk thash këtë, po thash. Takimi mund bëhet. Edhe kaq e kulluar. Si mund tjetë ka shpuritane Amerika me drejtësi? Shiko, ne jemi në hipotezë të madhe sepse temat e takimit, takim s'do ketë, më shumë s'do ketë se do ketë. Ta zemë, fol qartë për atë që thashë. Jo, ta nuk zemë është që ashtu pra. takuan. Ndryshon qëndrimi Amerikës, si thutin? Varet nga takimi, pa tjetër. Qofse Sazani, ta kam thënë, Sazani, Karabruni, Vermoshi, Hogri, Janina, këto kanë ndryshuar. Unë jam e kënaqur kur ju ndaheni dhe nuk sintonizoni tërësisht në ide. Zoti Zogaj, Vermoshi edhe Hogri kanë ndruar fate, apo jo të Shqipërisë? Po ka qenë tjetër kontekst. Pyesni pak zotin Malej, me qënë se është dhe përfaqësuesi i qeverisë legislative. Po zoti Zogaj do të drejtësia, po si ishte kjo? Se e di pse. Le të pyesim me qënë se kemi një përfaqësues Partisë Socialiste sonte në studio. Unë si alejoj vetë të them tani, po u takua se çfarë do thonë. Nuk mund të shes SBA-ja një investim strategjik. Është hipotezë. Gjotë fjalin. Po është hipotezë pra gjitha. Shteti Amerikan. Në kuadrin e hipotezës, por të kjo që po them tani semi në hipotezë. Nuk mund të shes një interes strategjik të vetën, se nëse themi këtë, atëherë do të rrëzojmë arsye pse ata janë investuar për reformën. Nëse do të paragjikoj zotin Sullo tani, do t'ju thotë që jeni shumë idealist në këtë raport. Jo, jam idealist, sepse ka 4 vjetë që më thotë Sullo dhe shumë tjerë si Sullo këtë gjë dhe gjërat kanë shku kështu si që po flasin. Si ka shkuar? Kanë shkuar... Rama vazhdon të jetë kryeministër? Ka numrat dhe pushtetin, kështu që do të kthehemi te reforma në drejtësi, do të bëjmë një emision tjetër. Le të pyesim zotin Malej. Jemi te tjetri, jemi me Kalisteri. Po kur thuhet një po jemi te me Kalisteri, po jemi te BE-ja. Po thuhet një gjë pa sens këtu, pa fare sens. Po cili është cila është pjesa pa sensi? Që lidhja shkurtër që po bëhet këtu midis reformës në drejtësi dhe heqjes Ramës. E bëre ti. E bëre ti, u thash për Ramën fare. E lidhë reformën në drejtësi me heqjen e Ramës. Zero.
Zero nuk e lidha. Tha kështu apo E ka me prekjen e SPAK dhe GKK-s dhe raporti që mund ta veftoj një takim të mundshëm kryeministrit me Donald Trump. Po bëjmë një debat kot. Po pra, është Edhe debat gjë kot. po them një gjë parimore, që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të mo shesi një reformë që janë bashkëautor për Sazanin. Kaqe, do më shkurt, domethënë nuk është kaq banale historia e marrëdhënieve të SBA-s me Shqipërinë për reformën e drejtësisë. Jo, unë duhet pyes zotin Malej, a e keni vërtet këtë iluzion me qenë se atë etiketi vuri zoti Zoga, ju lutem, ta dëgjojmë ligjvënësin e Partisë Socialiste. Zoti Malej, më thoni, a rrezikon kryeministri ekzekutivi, ju ligjvënësit e Partisë Socialiste ta keni këtë iluzion që ndoshta një marrëdhënie e rikuperuar me presidentin amerikan mund t'ju japi më shumë imunitet dhe të zbusë qëndrimet e hetimet e SPAK me ju, me qenë se numri nuk ka qenë i pakt nga zyrtarët tuaj që kanë dhënë llogari para drejtësisë. Shiko, unë nuk të bëj dot analizë si kolegët në studio, unë do duhet flasë politikisht dhe duhet të them ato që janë qëndrimet tona dhe që kanë qënë dhe do të jenë qëndrimet tona. Nuk kanë lidhje, kjo vizit nuk ka lidhje fare me këto gjëra. Sigurisht që janë në dritën e tyre analistët që të diskutojnë mbi efektet politike në realitetin shoqëror politik që do të ketë. Ky është misioni dhe detyra e tyre. Ndërkohë që ato dy elementë që u përmendën, që janë lufta ndaj korrupsionit dhe reforma në drejtësi, kanë nisur me këtë mazhorancë, vazhdojnë me këtë mazhorancë dhe do të vazhdojnë të bëhen nga kjo mazhorancë. Ato kanë nisur me unanimitet dhe në fakt ju nuk do ta mohoni tërheqjen e veshit që është bërë nga Amerika momente caktuara në këtë drejtim. Me gjithë problemet që ka nuk ka pasur asgjë të thjeshtë këtu. Përkundrazi ka qenë shumë e vështirë dhe është shumë e vështirë. Por do duhet të tregojmë në nivelin e situatës dhe të vazhdojmë përpara me reformën në drejtësi dhe njëkohësisht me luftën ndaj korrupsionit, e cila ka qenë e madhe, duhet jetë akoma më e madhe, duhet jetë në sinkron me gjithë shka ne kemi bërë me aleatët tanë që janë edhe Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Prandaj dua t'i theksoj faktit që lufta ndaj korrupsionit në shumë gjëra është arritur, në shumë tjera ka ende punë. Patjetër që ka ende punë. Por kjo nuk ka të bëjë fare. Luftën kundër korrupsionit thoni që e keni bërë si betejë apo e ka bërë SPAK dhe GKK-ja me ju? Ne jemi element kryesor në dhënien e mundësisë që SPAK dhe GKK-ja dhe kushdo tjetër institucion apo organi drejtësisë të bëjë punën e tij sot. Jo, SPAK dhe GKK nuk kanë nevojë për dritën tuaj jeshile. Përkundrazi, ata kanë nevojë vetëm për materialet për jush për të iniciuar hetime dhe gjykime. Përkundrazi, unë nuk e thash këtë. Nuk thash që kanë nevojë për dritën tonë jeshile. Thash janë duke bërë atë punë që janë duke bërë, sepse dhe ne si mazhorancë kemi luajtur rolin tonë për të mundësuar një reformë drejtësi dhe organet drejtësisë të pavarura. Gjë që përpara se të niste kjo, jo vetëm që nuk ishte e mundur, po ishte ëndër. Po, dakord, aty keni qenë kushte unanimiteti, ka qenë kontributi gjithë kasës politike për ta kaluar atë. Ashtu si shpar zoti Sura me drejt tha, nuk bie dakord tha me të ftuarit që e bën kaq roz, edhe unë nuk dua ta bëj kaq të zezë gjën, sepse nuk është kaq e zezë. Jo e zezë por reale. Për shembull, le të bëhemi koncis dhe drejt për drejt, me qenë se na kufizohet dhe koha. Ne ngjyrat i kemi të theksuara. Keni ngjyra, por ne të bëhemi realistë dhe objektiv. Unë po qëndroj tek iniciativa për ndryshimet në kodin e procedurës penale. Në realitet, në interpretimin tuaj, nëse tentoni të bëheni objektiv si përfaqësues i Partisë Socialiste, a janë ato një tentativë për një buroj të ndërtuar për njerëzit tuaj, për kryeministrin, për ministrat, dhe kjo më njëherë pas precedentit të zëvendës kryeministrit? Njerëzit tanë janë qytetarët që kanë dhënë votën, nuk janë X-i as Y-i dhe ne nuk e trajtojmë kur çështje individësh dhe kur diskutojmë ndryshimin apo propozimin e ardhur nga 3 deputet, kryetari i partisë, kryetari i grupit parlamentar dhe kryetari i komisionit ligjeve, flasim për të bërë të mundur që të mos kemi një vakum të cilin nuk e plotësoj dot as gjykata kushtetuese me mos vendimin që dha. Pra duke mos dhënë vendim dhe gjykata kushtetuese na la ne në këtë fazë të situatës ku u bën gjithë diskutimet e mundshme dhe u pa nevojshme ndërhyrja për të mos patur nesër vakum në këtë mes. Dhe ne nuk flasim këtu për individ, as e kemi bërë as do ta bëjmë ndonjëherë. Në fakt e kemi diskutuar dhe shpesh duken çështje idealiste këto kur fliten në studio. Jo, nuk flisni për individ, ju ndërtoni precedent dhe këto precedentë, sidomos me ndërhyrjen në kodin e procedurës penale, janë buroj për individët. Individët do të kenë emra gjithmonë pavarësisht se reprezentojnë poste. Ose e keni kuptuar gabim, ose doni ta shtroni në një mënyrë që nuk është. Jo, gjas nuk ka ta kem kuptuar gabim, se këtu ka çdo natë juristë dhe kolegë tuaj. Atëherë po ja u shpjegoj edhe një herë si është. Ne nuk mbrojmë njëri,
ne mbrojmë funksionin dhe funksionet që mbrohen me këtë modifikim, ju e keni qartë se cilat janë. Po funksionet përfaqësohen nga njerëz, dhe ata janë njerëzit tuaj. Po ne nuk flasim për njerëz këtu, sepse njerëzit janë të ulur në një funksion të caktuar për një periudhë të caktuar kohore. Dhe kur ligji bëhet, nuk bëhet as për X-in, as për Y-in. Dhe po e rithem sërisht, nuk trajtojmë raste individuale të askujt dhe nuk do ta bëjmë. Këtë e kemi parim, cilin jo vetëm e kemi të përcjell nga kryetari dhe kryesia e Partisë Socialiste, por është një parim i joni në çdo diskutim, në çdo mbledhje grupi që bëjmë, që nuk duhet merremi më me asnjë rast individual dhe nuk merremi. Mirë, ky është një parim që u ashkeldua cënon realiteti dhe betejat me drejtsinë. Tani unë dua t'ju pyes, keni parë reagimet që vinë nga Komisioni Evropian, po edhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian? Besoj se e pat në një prej mediave në vend ka pasur një reagim formal që vjen nga Komisioni Evropian, i cili pyetet për iniciativën për ndryshimet në kodin e procedurës penale dhe thotë që është në monitorim të vazhdueshëm dhe do duhet të jenë aki komunita në përputhje të plot me legjislacionin e Bashkimit Evropian, sidomos kur flitet për ndryshimet në kodin e procedurës penale. Dhe vetëm ta shtoj, domethënë kolegës sot Gonzato në konferencën me McAllister ka thënë ne ndjekim me afër gjitha nismet që kanë lidhje më shumë me shtetin ligjor, edhe që mos prekim parimet e reformës në drejtësi të vitit 2016 dhe presim që qeveria shqiptare të konsultohet me ne për çdo iniciativë. Dhe është në sinkron të plot me përgjigjen e Komisionit Evropian. Komisioni Evropian çka thotë që nuk e keni konsultuar me Brukselin përpara dhe këta kërkojnë konsultime. Tani ne për ditë në çdo komision gjatë punës në kuvend kemi në fokus kryesor për afrimin me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është e padiskutueshme, madje jemi përgatitur tashmë për një punë kolosale deri në vitin 2027, kemi një numër pothuajse të pafund aktesh që duhet i parafrojmë. Por të kalojmë tek deklaratat që u përmendët këtu nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Janë deklarata që në gjykimin tonë absolutisht vetëm kërkojnë që ne të jemi shumë të vendosur në këto reforma që kemi ndërmarrë. Sepse njëkohësisht ju duhet të theksoni faktin që si zoti Gonzato më herët, por edhe McAllister, përfaqësuesi që ishte sot pjesë e delegacionit të Bashkimit Evropian, përmendi një mënyrë të theksuar se ishte një arritje mbreslënse që Shqipëria tashmë i ka hapur gjithë grup kapitujt dhe një arritje fort njëkohësisht që ka bërë këtë në kohë të shkurtër. Njëkohësisht na tha dhe unë kam marrë gjithë fjalët e tyre me vete sepse shpesh herë citohet apo gabimisht merret një fjalë në formë të gabuar. Dhe besoj jemi në koncizitet të plot. Jo, jemi shumë të saktë deri në këtë moment. Dua të them se nevoja është që ne të vazhdojmë luftën ndaj korrupsionit. Sigurisht që ne e dimë që kemi hasur vështirësi dhe e dimë që kemi vështirësi. Por kjo nuk na bën as pak që të ndalojmë dhe as Bashkimi Evropian nuk dyshon në asnjë moment tek vullneti i kësaj mazhorancë, kësaj force politike që drejton vendin, që të vazhdoj punën, përkundrazi na kanë kërkuar që të jemi më bashkëpunues dhe me opozitën. Jo, Zoti në fakt Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian, ambasadori ju inkurajojnë që të vazhdojnë në këtë drejtim dhe pyetja ime është kjo. Derisa dëgjoni këtë perifrazim Komisionit Evropian ku tentova të isha krejtë saktë zotit Gonzato, që thotë që Bashkimi Evropian dhe Komisioni shohin me vigjilencë çdo tentativë të vendeve anëtare për të ndërhyrë apo për të prekur e për pasur ndryshime të gjyqësori, a ju thot praktikisht dhe ju jep sinjal që nuk keni konsultuar paraprakisht me Brukselin? Jo, as pak. Me shumë vigjilencë mund ta shohin patjetër, ashtu do ta bëjnë gjithmonë, sepse në fakt e vërteta është që mos të shqetësohet askush se nuk ka komunikim midis nesh me BE-n, ka në çdo gjë. Madje edhe për rastet në fjalë jam i sigurt që në fund do të ketë një qëndrim shumë të saktë dhe dur për sa i përket asaj hapësira apo atij vakumi që unë përmenda në fillim, sepse duhet theksuar edhe një herë, ne këtë gjë nuk e ndërmorëm si forcë politike për treguar asgjë më tepër se sa që duhet të luajmë rolin ton si pushtet i pavarur nga pushtetet e tjera. Ashtu siç ne jemi të parët që luftojmë që pushteti tjetër në këtë rast ai i organeve të drejtësisë të mos cënohet në asnjë moment dhe jo nga ne po nga askush. Madje jemi ne të parët që i kemi dalë garant që ata të operojnë sot pa qenë të cënuar. Atëherë nuk mund të lejojmë që kjo gjë të ndodhë as me pushtetin legjislativ, as me atë ekzekutiv. Megjithse kjo është i garanci që ata e kanë dhe nuk ka nevojë t'u riperforcojnë në minutat e fundit, zoti Zogës dhe Sulë më thoni. E kanë, por e kanë falnesh që kur e kemi nisur këtë gjë. Vazhdoni ta thoni që e kanë fal jush, do unë vazhdoj ta them që e kanë fal unanimitetit të votave për ta nisur reformën drejtësi. Që ne kemi marrë përsipër që në fillim të kësaj historie
Jo se Ishte një ka nevojë detyrim i për Shqipërisë, zoti Malenu, kishte një zgjedhje. Detyrime kemi shumë, por se sa janë arritur, dihet dhe ne jemi forcë politike që kemi bërë të mundur këtë gjë, pse nuk duhet ta theksojmë. Kjo është kontributi gjithë kasës politike derisa kanë qenë votat unanimitet. Më thoni, mbi parimin e kësaj mburoje për parimin, apo tentohet të ndërtohet realisht mburoja për individët dhe përfaqësuesit e ekzekutivit? Është leximi që kemi bërë në studiu, themi të vërtetën, dhe fatmirësisht edhe leximi i Bashkimit Evropian, sot është bërë shumë e qartë se për nismët ligjore që po ndërmerr mazhoranca socialiste, nuk ka asnjë konsultim me Brukselin, pavarësisht se ka detyrim të konsultohet sepse ke pranuar në kushtet e Brukselit për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Sidomos nisma e fundit për bërë këto ndryshimet, janë lexuar nga Bashkimi Evropian, nga ambasadat këtu, këta kanë kontakte, por edhe ne kemi, janë lexuar si një përpjekje domethënë për të ndërhyrë, për të penguar, për të frenuar, për të dekurajuar hetimin gjithë të historisë suksesi të SPAK-ut dhe të GKK-s, suksesi i cili ka shërbyer si lokomotiva e hapave që po hedh Shqipëria për të bërë anëtare Bashkimit Evropian. Dhe në gjitha raportet, në institucioni i parë që përmendet është SPAK-u, është normalizimi i hetimeve. Unë mendoj që kanë bërë një gabim, ata mund ta vazhdojnë ta mbajnë, një gabim të rëndë, sepse kanë marrë disa nismë ligjore për ndryshimet në kodin e procedurës penale, duke u nisur thelbësisht nga një situatë hipotetike që s'mund të ndodhë, por që e kemi parë, domethënë, të shprehet në këto qëndrimet e kryeministit, po dhe të entourazhit të tij, që po sikur t'i teket një prokurori që të kërkojë pezullimin e kryeministit ose të presidentit. Kjo është një marrëzi se një prokuror nuk mund t'i teket kurrë, sepse ai duhet të ketë një herë hetim, duhet ta ketë marrë të pandehur. Së dizogaj po ju jeni ndërgjegjshëm që po sikur hipotetike e kryeministrit vjen nga një shqetësim real, koncis dhe situatë konkrete. Vetëm shqetësim është çështja e Belinda Ballukut dhe po nxjerr Pa nuk është mjaftueshëm shqetësim ky? Jo, s'ka, sepse nuk ka pse të shko, hetohu, po je pa fashme kthehur. Pse nxjerr gjithë këto? Po ky se ka rëndësi ky shqetësimi, edhe mbyll, sepse nuk është SPAK-u që pezullon. Është gjykata. Tani, mazhoranca socialiste... Pse ju mendoni që targeti i sulmit është izoluar vetëm te SPAK? Përmendet më shumë SPAK-u. Përmendet më shumë, sepse aty nisin hetimet dhe kanë target politikën. Do të nisin patjetër, por SPAK-u nuk pezullon. SPAK-u heton, kërkon, është GKK-oja. Janë GKK-oja e apelit, GKK-oja e shkallë, 2 GKK-o, të cilat shprehen, domethënë, mazhoranca socialiste praktikisht ka marrë një nisëm kundër 3 gjykatave, kundër 2 gjykatave dhe SPAK-ut. Po themi për hierarkinë e drejtësisë që i ka në duar. Është pasën, dëgjoni, do ju kushtoj shtret. Ja kemi thënë dhe herë tjera dhe ata e dinë. Qëndrimet e Bashkimit Evropian, në qoftë se mazhoranca socialiste nuk paguën asnjë kosto për politikën që po bën, siç e thamë fillim me SBA-n, shkoj, atje mund të ketë dikush qef mbeti, po kjo nuk ka asnjë kosto, do t'i kushtoj shtrejt të lëra që po bën tani në fund me drejtsinë. Është e vërtet që kjo është mazhoranca që ka mundësuar në nisjen e reformës në drejtësi. Miratimin e kanë miratuar gjithë, po për ta vënë vi ka qenë vetëm kjo, se ka shpenguar shumë nga opozita, vërtet e ka shoqëruar me mbështetje pa ekuivoke deri në një pikë caktuar, po ka ca kohë që Kurba po lëviz rrezikshëm, thoni ju, jam në sekondat e fundit. Nëse Rama ka zgjedhur në vend të integrimit në BE mbrojtjen e bashkëpunëtorëve të vet, ai po i bën një dëm shumë të madh Shqipërisë, shumë të madh. Dhe sepse nuk do pranohet në BE për këtë shkak. Kjo është shumë e qartë, ja them. Unë jam marrë... E keni thënë shumë shpesh, urojmë që mos jetë ky një akt kompensimi me integrimin. Jeni sigur që ne nuk lëm asgjë pa diskutuar me ta. Prandaj nuk na shqetëson kjo gjë. Po them, mos u shqetësoj, ti ndas shqetëson ndash më. Po jo, kështu është. Gjermania është vend lokomotiv e Bashkimit Evropian. Ka ardhur ministri të marrë në shënim. Ka ardhur ministri për Evropën. Menjëherë pas kësaj, mbas ministrit erdhi McAllister, që kryetari i Komisionit të Jashtëm, por është gjerman dhe e njeh mirë Shqipërinë, autorizoi në konferencë shtypi që të flas Gonzato.
që të mos duket vetëm si qëndrim gjerman ky, megjithatë sikur edhe të qëndrim gjerman tjetë, domethënë është i mjaftueshëm që Shqipërisë të mbyllet dera e integrimit në Bashkimin Evropian, pavarësisht se i ka mbyll negociatat, vetëm për, jo vetëm me kujvoket, por për aktin në pengim të drejtësisë Shqipërisë. Zoti Zoga, ju i paralemroni thuajse në çdo trialog, po duket se keni të vështirë të shqetësoni aktualisht majorancën. Zoti Male, ju falenderoj që ishit pjesë e trialogut sonte. Të nderuar panelistë, ju falenderoj për kontributin edhe këtë mbrëmje. Të nderuar shikues, ju falenderoj edhe sonte për vëmendjen e treguar për trialog. Bashkëndahemi këtu dhe ritakohemi të martën tjetër Radio Televizionin Shqiptar, edhe atëherë në orën 20:30 minuta. Deri të martën nga unë Alba Lishani, natën e mirë dhe miru takofshim bashkë.